Mirëmëngjesi për juve në studio dhe mirëmëngjesi për të gjithë shikuesit që këtë mëngjes e kanë filluar së bashku me neve. E shpresoj që gjithë shikuesit tonë këtë ditë hënë, këtë ditë të punës e kanë filluar shumë mirë. Unë zakonisht e filloj me një kafe ku e pi me kolegët e mi, po sot kafen e mëngjesit kom vendos me pi me një ndër emrat më të shquar të muzikës klasike, le të themi ashtu. E kjo është sopranoja jonë me famë shumë të madhe, me famë botërore, Besa Lugiqe. Mysafire për sot është Besa Lugiqe. Besa, faleminderit shumë që gjetët kohën të ishit pjesë e emisionit sot. Faleminderit për ftesën, kënaqësi për mua. Besa, mundesh me na tregu fillimisht se si fillon mëngjeset dhe cilat janë aktivitetet e tuaja gjatë ditës? Po mëngjeset e mia ndryshojnë kryesisht për aktiviteteve, por përpara punës zakonisht preferoj një kafe me shoqe. Takimet e mëngjesit janë gjithmonë në një vend ku pim kafe, mandej vazhdon puna gjithmonë, rutina e përditshme. Para provave kjo nuk ndodh, për shembull nëse jam në një produksion muzikor ose diçka, është tjetër rutinë, po ajo kur unë ligjeroj, kur unë shkoj në punë, kështu është kryesisht kafja dhe pastaj gjërat e tjera. Po ndalemi pak tek muzika, mundeni me na tregu se çu ka fillu pasioni juaj për muzikën? Ka fillu shumë e vogël, normalisht është zbulu talenti im përmes prindve, mësuesve të asaj kohe, arsimtarë dhe tjerë përgjithësi, po e mundohem me përkufizu shpejt. Ka fillu ndoshta pse dëshira ime e madhe gjithmonë me këndu e ka bëu që njerëzit me kuptu që kjo është diçka që unë realisht e kam si talent, e mandej është zhvillu prej pasionit tim që unë vazhdoj edhe mundohem me kultivu. A mundesh me na tregu se çka është kjo e bukur e operës, çka po e motivon ose çka po e shtyn Besën fjalë tjera me e vazhdu këtë profesion? Po është pasion, unë mendoj që është diçka që ushqen konstant, domethënë është vetë arti i tillë i bukur që unë e du edhe mendoj që është diçka që dëshiroj me investu gjithkohës, jo domethënë me shiju të njëjtën kohë dhe po më krijon eksperienca të reja që po më bën me darë gjithmonë e ma shumë. Besa, ju njeni që keni performuar në skenat më të mëdha botërore, në vendet më të shquara të muzikës klasike, po ka personalisht Besa një performancë cilën e ka më të veçantë diçka? Unë mendoj që kjo e fundit që ishte në Kosovë, me që ndoshta dhe ishte hera e parë për mua që performova në vendin tim, mendoj që La Traviata ka qenë diçka shumë e veçantë për mua. A mundesh me na tregu pak a shumë se si është një soprano si ju me përfaqësu shtetin ton, le të themi në vendet e operës, ndoshta ashtu në vendet ku ka fillu opera, ku janë fillimet e saj? Nuk është lehtë as pak, sepse është një super përgjegjësi, po kjo jo vetëm për emrin tim, por edhe për ardhjes time, për vendit nga unë vi. S'është e lehtë, është shumë përgjegjësi, po të njëjtën kohë është edhe një farë kënaqësie kur njerëzit përmes emrit tënd mundohen edhe dojnë me ditë më shumë për vendin prej nga vjen edhe ngjarjet që janë atje, disa e njohin, disa se njohin, disa pyesin për operën e tjera, por që megjithatë mendoj që secili prej nesh është një lloj ambasadori që po e përfaqëson vendin tonë jashtë. Le të ndalemi pak tek festivali DAM. Ky festival i cili ju ka rikthyer juve në skenë pas 10 vjetësh pikërisht në këtë festival. Çfarë ndjesie ke kjo me performu përsëri në atë skenë? DAM është gjithmonë kënaqësi me u rikthy, sepse është prej festivaleve që me të vërtetë ju ka dhënë shumë hapësirë gjithë artistëve në përgjithësi, sidomos në kohën kur për ne kanë qenë fillesat e zhvillimit të një karriere. Kështu që me u rikthy mas 10 viteve me gjithë ato eksperiencat që kishin ndodhur në mes kësaj periudhe, ka qenë një super kënaqësi. Mendoj që njerëzit e mirëpritën, mandej atmosfera që DAM-i e krijon për gjithë artistët është e veçantë, e kam shiu shumë. Edhe për fund Besa, çka pret Besa nga viti 2023, cilat janë objektivat edhe disa prej planeve tua? Normalisht punë, konsistencë, çdo ditë, përkushtim, disa prej veç kontratave i kam përpara, po përgatitem për to, duhet jashtëzakonisht punë për me i memorizu, me i përgatit role të reja, shfaqje të reja, por besoj që është vetëm një kontinuitet të gjithë asaj pune që kemi bërë deri tani. Besa, unë të falenderoj shumë që gjete kohën edhe një herë, edhe të uroj shumë suksesa. Faleminderit, suksesa dhe ty.